Rreth 50 punëtor, të gjithë nga Maqedonia, thonë se u pushuan pa paralajmërim nga puna në kompaninë Bechtel dhe Enka. Vendimi i papritur thonë se i ka lënë në rrugë dhe pa siguri financiare. Shpjegimin që e kanë marrë nga kompania është se nuk ka para pasi qeveria nuk i ka lëshuar mjetet. Unë momentalisht jam i punësuar që 2 vjet tuk e Bechtel dhe Enka, dhe me thonë sot me jetëm pa punë. Këtu dhe me thonë gjithë Tetovës, Gostivarit dhe të Kërçovës që kemi të punësuar, dhe me thonë edhe ata i qitin nga puna, na pushum për punë. Edhe momentalisht erdhëm punë edhe na thanë që nuk jeni punë. Nuk e din, na thanë që shteti nuk ka pare, nuk kemi mundësi të financojmë ne, të paguajmë rroga, të mbajmë punë. Ndërkohë, ndoshta shteti lishon pare, ne do të hyrrim punë. Kështu ka qenë puna domethënë. Unë për shembull e kam kontratën deri në 17 e mujit 6. Asë nuk kam pushuar për punë domethënë. Edhe 4 muaj do të jem punë, nuk jem punë. Domethënë kemi met faktikisht në rrugë. Значи се вајлево дојдовме на работа и ни дадоја список кој од нас, претежно од Македонија, локалните што сме од овде, каве ни кажаа дека до денеска на работа и повеќе договорот не ни важи. Значи има колеги кои што има до 4, 5, 6, 7 месец, има договор, ни рекоа вика толку. Значи од државата као не дава средства, финансии и заради тоа и ние немаме вика средства, вика да ве држиме, вика да ви даваме плата, вика и затоа ве отпуштаме. Ministria e Transportit njoftoi se të gjitha pagesat ndaj kompanive kontraktore për ndërtimin e segmenteve të autostradës në korridoret 8 dhe 10 janë kryer në kohë, ndërsa largimi i punëtorëve mund të ketë ndodhur për shkak të nënkontraktuesve, për të cilët qeveria nuk ka përgjegjësi. Edhe kryeministri kur u pyet e tha të njëjtën gjë. Владата не должи ниту фенинг, ниту денар кон компанијата Бехтел и Енка, така што работниците своите права треба да си ги бараат во менеджментот на Бехтел и Енка и оние кои што го потпишаат тој договор со Бехтел и Енка. E se qeveria nuk ka asnjë borxh e konfirmuan edhe nga kompania Bechtel dhe Enka, por në përgjigjen e tyre nuk ka një sqarim se pse u larguan punëtorët, siç pohojnë pa paralajmërim. Ne po punojmë ngushtë me qeverinë e Maqedonisë së Veriut për të harmonizuar aktivitetet e ndërtimit me prioritetet aktuale kombëtare. Kjo përfshin përshtatjen e niveleve të fuqisë punëtore në faza të ndryshme të projektit për të mbushur nevojat operative. Konfirmojmë se të gjitha faturat deri më sot janë paguar në tërësi nga qeveria. Nga kompania po ashtu shtojnë se projekti vazhdon të bëjë përparim të mirë dhe se mbeten të përkushtuar për të bashkëpunuar me qeverinë për të ofruar infrastrukturë që forcon lidhjen, mbështet punësimin lokal dhe kontribon në rritjen ekonomike.